طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jemi tek libri baza dispozitave e Makdesiut në dersin e kaluar para Ramazanit I bie, para se me hi Ramazani kemi folur për sejdën e haresës, sonte do të flasim për kalimin para falësit të namazit. Dhe më thonë cilo është dispozita rreth atyre që I kalojnë namaz falësit për para. Urdo? S'ka problem. Hadithi I 103 është Ebu Gjahim Ibn Simeti al-Ansari radiallahu anhu transmeton se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, si kur ta di thot njeriu që ecën përpara namazliut, thot se çfarë gjunohi merr, para mënon, si kur ta di njeriu se çfarë gjunohi merr para namazliut që ec, thot do të ishte më mirë për të ndalonte 40. Transmetuesi thot 40. Se ka ni sa ditë, se ka ni orë, ditë, javë, ku e dione, po edhe 40 minuta me thonë, mjafton. E lërë më ma shumë. Po ashtu vazhdon, thot se sa të kalonte. Nuk e di, thot 40 ditë, muaj apo vite. Ky është hadithi. Kuptimi përgjithshëm I hadithit thot muslimani kur falet, qëndron para Allahut subhanahu wa taala. Kur thot Allahu Ekber, e din që përballë ka Allahu azza wa jall. Çush ka thonë Muhamedi alayhi salatu wasalam që kur robi falet, nëse nuk shikon djathtas majtas, Allahu azza wa jall me fytyrën e tij të bekuar drejtohet ka ti. Po qysh sa milion njerëz janë tu fata, nuk e dim qysh. E rëndësishme hadithi po thotë që drejtohet ka ti. Derisa ti kthen djathtas edhe majtas. Në momentin kur ti e hek shikimin nga sejdja në të djathtë dhe në të majt, atëherë Allah subhanahu wa taala e hek fytyrën e vet përballë teje. Vazhdon autori I librit, edhe thot I drejtohet atij, edhe është një lloj monologu, një lloj bisede me Allahun subhanahu wa taala. Edhe pse ti nuk e sheh, ai ty të sheh. Kur kalon dokush nga njerëzit janë ndërpret këtë monolog. Për shembull, unë jam tu fol me dikonin dhe për një moment po më del përpara dikush. Është si një lloj ndërprerje mes teje dhe Allahut azza wa jall. Në të kundërtën, thot nënën tjetër thot, feja na mëson se po ta dinte ky njeri gjunohen që merr, thot do të preferonte me qëndru një kohë të gjatë e mos mi dal përpara namaz falësit. Shumë për vllaznive, shumë prej, domethënë xhamatlive, veç falen që aty midis xhamis, edhe nuk e din që e shtin gjuna tjetrin që po kalon, po edhe ti e nënvlerëson namazin. Më thonë nuk e ki 100% namazin kur ty del dikush për para. Po ashtu thot, ndalimi I ecjes apo kalimit para falësit namazit, nëse s'ka për para, sutre në të kundërtën lejohet. Do thot, nëse ti je qëtu për ta zonë, dhe qëtu e ki sutrën, me sutrës edhe te këtu zgudzon me të kalu, ndërsa pas sutrës të lejohet me kalu. Nëse mundohet me kalu, duhet me qitë dorën, me luftu, sepse ka thonë pejgamberi sasam, ajo shejtan apo zbashku me të shejtani që e nxit për me ta prish namazin. Kërcënimi që ka ardhur I ashpër, andaj duhet largohemi përderisa po thot 40. Çfarë do qoftë, 40 orë, 40 ditë, 40 javë, e rëndësishme është 40 për përmend. Muhamedi alayhi salatu wasalam, më thonë rreziku është shumë I madh ti mi kalu dikujt përpara. Më mirë është që muslimani mos të falet, do të thotë në rrugë kalimi. Kur ti e din, paramëno subhanallah, mas farzit, shkon sunetin e fort të dira. Po kanë me dalë me vllazni xhamati aty, çka po dalësh të dira ti o vlla. Shko falu dikon qoshe, përpara ndaj shtylle, apo përpara ndaj namaz falsi, e që namaz falsi nuk e ka obligim me të prit ty. Domethënë e kryen edhe del ti pastaj ec. Apo e sheh për shembull nëse ski sutre, hec pak, ndjath çmajt përpara derisa ta gjen sutrën. Mos I bën njerëzve pengesë aty. Ta e falin farzën, e bëjnë dhikrën, dojnë me falin në shtëpi, ose kanë punë, në punë e falin, në zyre. Pse I bosh pengesë xhamatlive? Dyshimi I transmetuesit a kiet për qëllim me 40 ditë, muaj apo vite, me të vërtetë me këtë shifër nuk kiet për qëllim kufizimi. Domethënë nuk ka për qëllim këtu kufizim se në gjuhën arabe, a keni pa të shqiptarët janë.
shembull ku thën pi 100 vjet. Apo ku e diun një numër të caktuar e jep për me tregu që është shumë. Sa vjet jem të prit? 10 vjet po thres, 15 vjet. Apo vaki 2 orë të prit. Më për me zmadhu çështjen. Kjo hiperbolizim. Edhe arabët e kanë hiperbolizimin. Me të vërtet këtë shifër nuk jetë për qëllim me këtë shifër kufizimi apo limitizimi, por reptësia e madhe. Qysh ka thonë Allah në Kur'an, e nëse i kërkon falje Allahut 70 herë për ta, nuk i falë Allahut. Do me të regu edhe shumë nëse ti e lutish Allahun për mi falë, a i s'ka mi falë. Dhe e ka caktu 70. Suratu Tauba ajeti 50. Po ashtu të qëndronte 100 vjet aty, do të ishte më mirë se sa të bënte një qap. Përsa i përket ecjes në qabe, Sheikhul Islam Ibn Taymi e thot, nëse falet dikush dhe njerëzit bëjnë tavaf, për para ti nuk është e urryer qoftë kalusi burr apo grua, edhe pse shumica ulemave thënë që nuk ka la haraj, nuk ka, domethënë, nuk ka problem në një aspekt, sepse janë shumë njerëz, edhe nuk mundesh ti mi ik asaj. Sheikh Albani thot, çështja e sudrës edhe në qabe, edhe jashtë qabës gjithkund është. Sa të mundesh me i ik, edhe pse është shumë problem. Ti që aty falës të kalojnë gratë, të kalojnë burrat, krejt të kalojnë, është shumë problem. E qesish dorën, do në me kalu të tjetrit, i del për para. është shumë problem. Bile ka raste në herë, që shumë bëhet, kur përzijet, që tu ti falës, që tu një motër muslimane falët. Që është afer i e. Më dhe shumë problem. Maksimalisht duhet mundu, mirë po rrashtë rrethanat caktume, s'ki qa ban, apo. Hadithi 104 tash. Ebu Sejt el-Hudriu, radiallahu anhu, thot, kam dëgjuar pejgamberin a.s. Thot, nëse falet në do kushtet nga ju, dhe vët diçka para vetës, që ti pengoj njerëzit, që të ecin para ti, dhe vjen do njeri dhe kërkon ti kaloj për para, që shtash, këtu është namaz falsi, këtu është, dhe thot, sutria, dhe nëse don me të kalu që to, vazhdo në hadithi, thot, le ta shty, thot me dorë, le ta shty. E nëse refuzon ai çaki, vëton, me të atër thot ai është shejtani, thot le ta shty sepse ai është shejtani, transmetime tjera është me të është shejtani. Kuptimi përgjithshëm është kur të filloj muslimani namazin, le të vendos diçka para vetes, merrni si rregull, kudo që jeni, çitni diçka përpara. Jeni për shembull në mal, jeni me një vend caktuar, merrni një dru apo sa është një lër, para lër, qitni aty edhe falni drejtim të sutrës, sepse nuk lejohet dhe thot mos me pas sutre. Disa kanë thonë është wajib, është obligim. Pastaj thot që të mos i kaloj njerëzit përpara si rrjedhim namazit i bëhet i mangut. Në këtë çaste thot që ai monologon me Zotin e tij, e nëse ndonjëri do që t'i kaloj përpara, ai duhet dhe thot me e shty me dorë, nëse tenton akoma thot le ta luftoj sepse ai është dhunues. Le ta luftoj sepse është dhunues dhe mënyra më e mirë e ndalimit të tij është shtytja me dorë ja bën. Njëri ja çet dorën kështu, ai s'don si të fillon kape për qafe, kape edhe heke. Domethënë heke. Kjo është e fundit. S'po them për një herë me kap për qafe, apo. Pastaj thot ndalimi i personit që të kalojë ndërmjet namazliu dhe sutrës, ose duke bërë me shenjë, ose duke bërë tesbih fillimisht, nëse nuk largohet atëherë mund ta shtym, sepse ky njeri konsiderohet dhunues. Domethënë jep shenjë, apo jep shenjë, nëse e sheh që është dhunues, atëherë e lufton me dorë. Nëse i shtyri vdes, po e zon, hipotetikisht, nëse i shtyri vdes, nuk i përgjegjësiti tek Allahu subhanahu wa taala. Më thonë, helbete, insan Allah, tu e prekaj mund me ra, me trut vogël, edhe bjerë, ti s'ki përgjithësi tek Allah subhanahu wa ta'ala. Smbrapsja fillon pak e nga pak, dhe jo e fundit të bësh të parën. Dhe më thonë, si shtash, gradualisht. Njerë japi shenjë, mush me aqit dorën, e she që është dhunues, do në përinati me të kalu, atëherë e lufton. Ibn Daqiq el-Eid thot falsi namazit, është ai që merr gjunohën, nëse kalusi s'ka vend të gjërë për të kaluar. Namazliu dhe kaluesi marrin të dy pjesë në gjunojnë nëse ka vend të gjërë. Ki vend gjërë, pse përshkon të dira? Nëse del, merrni të dy gjuna. Edhe ti që po falësh, edhe ai tjetri që po del përpara. Lëvizjet e kryera në shërbim të namazit nuk e cenojnë plotësinë e faljes, e as nuk e prishin atë pasi ato janë të lejuara. Do thotë, nëse ti lëviz, se disa e kanë mendimin që duhet më blloku koma. Koma duhet më blloku dhe s'duhet me lëviz, heq. Ki nevoj me lëviz. Nëse e sheh për shembull që po don me dal përpara apo s'ki, ku e diun nuk ki
do të vend, nuk ki sutre, ata normalisht ecish disa hapa derisa do të ta marrësh sutrën përpara. Hadithi tjetër është hadithi 105. Abdullah ibn Abbas thot, u nisa hipur mbi gomaricën. Edhe thot atë kohë që isha pranë moshës së pubertetit. Profeti po printe njerëzën namaz në Mina. Imam profeti, ndërsa Abdullah ibn Abbasi me gomaricën, gruën e gomarit. Ai thon gomaricë. S'kishte ndonjë mur. Dhe thot eca ndërmjet një pjesë të rreshtit. Zbrita dhe e lëshova gomaricën që të kulloste, hyra në rresht dhe askush nuk më çrtoi. Do thot Abdullah ibn Abbasi ka hin mes rreshtave vllazni. Imami është çto është imami, këtu janë rreshtat. Lejohet mes rreshtave mi hi. Edhe nuk merr gjuna. Sepse sutra e imamit është për xhamatin. Kështu që nuk ka asnjë problem me hin mes xhamatit, më thonë me gjetë venin, ta zonë ka rastet e na disa prej xhamatlive nuk i bashkojnë komt si duhet, apo lojnë hapësirë, ti je këtu, mundesh me hi midis, me hi edhe me ju bashkangjit xhamatit pa asnjë problem, por jo para imamit. Se para imamit nuk lejohet, para imamit nëse del imamit lufton ta çet dorën përpara. Abdullah ibn Abbasi tregon se kur ishte me pejgamberin a.s. në Mina, në haxhin lamtumirës, erdhi hipur mbi një gomaric dhe kaloi në për një rresht në një kohë që pejgamberi a.s. po falej me shokët e vet apo sahabët e vet. Zbriti nga gomarica dhe e la me kullot, pastaj u fut në rresht me të tjerët. Ibn Abbasi thotë se në atë kohë ishte afër pubertetit. Domethënë ishte mbylyk që i merren në llogari gjunohet, apo kur hin mbylyk personi shkruajnë me laçet. Nëse kishte ardhur për t'i prishur faljen namazlive, me gjithë këtë, askush nuk e qërtoi, as pejgamberi a.s. që hyrin mes safave. Çka përfitojmë nga ky hadith? E përfitojmë që para falsit, nëse del xhamatliut, nëse është, atëherë nuk ja u prish namazin. Mirë, po shtrohet pyetja, nëse je tu u falti dhe ke rrinë në rekatin e dytë ta zon. Edhe imami jep selam, ti ngritesh tash. A u ngrite? Ndërsa ata kanë dhënë selamin. Tash imami i sutra e imamit, a vlen edhe për ty akoma? Do më thonë nëse e kryen namazin imami, nëse e kryen imami namazin, atëherë ky duhet me gjetë një sutre, sepse ai ka dalë më pi namazit. Adnan, apo kupton? Ai ka dalë më pi namazit. Kur del, atëherë ky prap nuk lejohet mi dal përpara namaz falsit. Sutra e imamit vlen edhe për namazlinjet. Buhariu një nga kapitullet e librit të tij titulloi Sutra e imamit vlen edhe për ata që falen pas tij, duke u argumentuar me këtë hadith. Dhe për fund e kemi hadithin e 106, Aisha radhiyallahu anha thot, flija para pejgamberit alayhis salam. Dhe këmbët e mia ishin drejtim të kiblës. Vendi ngushtë subhanallahu, nuk janë ato të mirat tona që shikimi na, që shikimi shtëpiat e gjona. Para më në fale Muhamedi a.s. Aisha ishte këtu dhe këmbët i kishte në drejtim sejdës. Në sejdë, te vendi se në drejtim kiblës ku janë. Dhe Muhamedi a.s. atë gjatë falte, e dini që është falë gjatë, e prekte komt e Aishës radhiyallahu anha, ajo i tërheqte ky binte në sejdë. Që ngushtë që janë konë, subhanallah, pejgamberi Allahut. Pastaj thot, kur bënte sejdë, më çikte dhe unë i tërhiqja këmbët. Kur ai thot ngrihej i shtrija këmbët thot. Shtëpitë në atë kohë s'kishin ndriçues. Nuk kishin ndriçues si që shikemi ne. Kuptimi përgjithshëm është se Aisha tregonte ndokush hadithin e prishjes së namazit kur të kalon përpara gomari, qeni, gruaja, i kundërshtonte me çet hadith. Thoshte në kom dia u qit përpara, edhe pejgamberi s'ka thonë kur gjë. E kundërshtonte me çet hadith. Bile kundërshtonte thoshte çush pi konsideroni apo po më konsideroni mua apo përgjithësi gratë me gomarin dhe me qenin e zi. Se në hadith ka ardhur, kush e prish namazin, gomari, qeni, zi edhe gruaja. Gruaja me menstruacione. Gruaja me menstruacione është për qëllim gruaja që është mbylyk, jo çikare që i ka 3-4 vjet, 5 vjet, 6 vjet që është mbylyk. Është për qëllim gruaja në mbylyk. Thot flija përpara profetit alayhis salam dhe nga që shtëpit ishin të ngushta, këmbët më dilshin tek
drejtimi i kiblës para pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kur pejgamberi alayhi salatu wassalam çndronte në qiyam, unë i shtria këmbët thot. Pastaj thot kur bënte sejdë për shkak të sipërfaqes të vogël të shtëpisë, domethënë më prekte që me e largu këmbën, nga që në atë kohë nuk kishte ndriçues dhe nuk e vreja, apo nuk e vreja se po don me ra në sejdë. E si na bashkoni me gratë me gomerët dhe qend në prishjen e namazit, kështu i thoshte Aisha radiallahu anha. Çka përfitojmë nga ky hadith? Përfitojmë se lejohet që muslimani të falet, thot duke pasur përpara një njeri që po fle, por në raste të vështira kur është vendi i ngushtë. Kur sto vendi i ngushtë ka pjashtrish burrit kom te vendi i sejdës. Ki vend sa dush o motor, deshta më thon o vlla. Më thon ki vend subhanallahu, vendi gjon është, dhoma e gjon është. Jetu flajnë krevet që aty, burri falet aty namaz natë edhe u krybuna, për shkati me shku tash jone, për du me praktiku sunetin e Aishës, për du me praktiku, për shkallë kështu. Ajo, për një rrethon të caktuar e ka praktiku, shkaku që nuk ka pas vend, kur ki vend se kish praktikua e ata. Thot dolja grues për para namazliut nuk lips ndërprerjen e faljes dhe as nuk e mangëson namazin. Si pas këti hadithi që shtu bibjera, po, sepse komtja ka qitë. Edhe nuk e ka ndërprej namazin. Prekja gruas qofte edhe në drejt për drejt nuk e prish abdestin. A ka argumentu se e ka prek. Po tash qysho prekja? Prekja nëse bëhet me epsh, prishet abdesti. Nëse është pa epsh, nuk prishet abdesti, sepse po jep shaj. Po jep shaj, heke këmbën. Jeta e ngushtë, varfria në të cilën jeton të pejgamberi a.s. me familjen e vet nga aspirata për të arritur shpërblimin e ahiretit, dhe asketizmi e mosdhënia pas kësaj dynjaje që do të të zhduket dhe lejimi i lëvizjeve të tilla nuk e prish namazet. E përfund e kemi mendimet e dietarëve kur kalon gruaja, gomari dhe qenizi, a prishet namazi. Më thonë dietarët e kanë komentu këtë gjë. Tre imamet e mëdhenje, Imam Ebu Hanife, Shafiu, Maliku thonë se nuk prishet namazi dhe nuk duhet mu ndërprej. Nuk duhet mu ndërprej. Më thonë nuk prishet namazi, tre imamet thonë. Këta dietar hadithin e transmetuar nga Abu Dharri në Muslim, prishet namazi një muslimani nëse nuk merr përpara vetes sutre, pengesë siç është fundi i samarit. Kur kalon gruaja, gomari dhe qenizi e komentojnë duke thënë se këtu kihet për qëllim që namazi mangësohet, po jo që prishet. Namazi mangësohet kur i del dikush përpara, po jo që prishet. Imam Ahmedi ka dy transmetime, më njëri të cilëve pohan se vetë qenizi e prish namazin, ndërsa gomari dhe gruaja apo femna nuk e prish namazin. Përsa i përket gruas kemi hadithin e Aishës si argument që nuk e prish, ndërsa për gomarin kemi hadithin e Ibn Abbasit radiallahu anhu, ndërsa transmetimi i dytë i Imam Ahmedit është që të tre e prishin. I ka dy mendime. E rëndësishme mundohet që të largohesh kur janë këto tri gjëra. Dhe dobi thot veçohet qenizi sepse ai është shejtan. Pse kanë veçu disa, veç qenin e zi kanë thonë që prishet, sepse në hadith ka ardhur dhe ka thonë që personi që del përpara nëse mundohet për me ta prish namazin apo me dal përpara, ai është të shejtan. Njëjta gjë është edhe me qenin e zi, që pejgamberi sa thotë çka është